Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot el mu'minu mir'atul mu'min. Thot besimtari është pasqyrë e besimtarit. A kena menuar ndonjëherë për këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Besimtari është pasqyrë e besimtarit. Tash bën e provë del para pasqyrës. Bën e provë del para pasqyrës. Ç'a bën? Momentin që unë dal para pasqyrës, shaf, a kam në rregull mjekrën, kapi edhe krehem, rregulloj mjekrën. Flokët e kam rregull, rregulloj flokët. Jakën, a kam në rregull, gatis jakën. Pra, momentin që je përpara pasqyrës, shef çka ke mangësi, ku nuk je në rregull edhe e ndreq. Kështu a besimtari për besimtarin, pasqyrë. Por shef shoku jot, aty ku gaban, aty ku rrshet, aty ku harran, aty ku neglizhan, edhe të thot filan. I ka nuk bëhet kështu, ki frikë Allahun. Kja është me kanë besimtari pasqyrë për besimtarin. Ashtu sikur se del përpara pasqyrës, edhe e ndreq vedin, e rregullon vedin, e kreh vedin, ashtu është edhe shoku jot për ty. Ashtu duhet me kanë për ty, me kanë pasqyrë. Aty ku rrshet, ku harran, ku gaban, merr edhe thot, nuk bëhet kështu. Mase harra këtë gjë, rregulloje, ndreqe. Dhe nëse e ke shokun tillë dhe e ke kështu e ke shoqëninë tënde, mase ban gabimin me u largu prej shoqënisë. Ta janë shokët, ta janë vëllezërit që ta dojnë të mirën.